Përshëndetje, mirë se keni dalë edhe sot ditën e diel, pra e di që duhet ishte ditë pushimi për juve. Megjithatë, siç po e shihni, pra procesi i konstituimit të kuvendit vazhdon. Ne si parti fituese jemi të interesuar për themelim konstituim të institucioneve, megjithatë për te votës për nuk kemi çfarë bëjmë. Pra duhet ata që nuk po votojnë për ta ndryshojnë votën. Ne kemi parë deputet të partive opozitare që tashmë kanë deklaruar se janë në mëdyshja të ndryshojnë qëndrim apo jo. Shpresoj që deri sot ta kenë marrë atë vendim. Kemi një ndryshim qëndrimesh, pra nga vota kundër të kthehet në votë për dhe të mund të konstituojmë kuvendin dhe të vazhdojmë. Pse s'po keni kontakt me këta deputet që kanë ndryshimet, mundësi për ndryshime qëndrimesh? Gjithsesi, ne çdo herë siç e dini i kemi ftuar për diskutim dhe konsensus politik, ka qenë ftesa edhe e kryesuesit të seancës, zotëri Deari, pra që të ftohen subjektet politike dhe të arrihet një konsensus politik. Megjithatë kemi pa që edhe ato subjekte që kanë ardhur apo përfaqësues të atyre subjekteve që kanë ardhur në ato takime nuk është se kanë qenë edhe aq të interesuar për konsensus për te deklaratës pra politike që kanë bërë si përfaqësues të subjektit. Ekziston mundësia me ndryshu kandidatën? Kandidatja jonë është Albulena Haxhiu, siç e kemi thënë tashmë është gruaja më e votuar edhe sot edhe çdo votim tjetër. Faleminderit. Nëse nuk mundi me mirë është.